This is an Ky është një memorandum midis zyrave të UNMIK-ut. Ka datën, është vështirë të shihet, por duket 27 tetor, pastaj kemi vulën. Duket si vul pranimi e datës 28 tetor 1999. Shikojmë faqen e parë. Shohim që është dërguar nga Jari Lohi, shef i Departamentit të Menaxhimit Penal, në dërguar gjithashtu Gjakovis, si pjesë pranuese. Përgjigje po. Pyetje, nëse shohim dy paragrafe parë në faqen e parë, nuk është vështirë të lexohen, po kalojmë tek paragrafi 3, i cili lexon si ndjem. Siç e kemi shpjeguar më parë, departamenti nuk është në gjendje të marrë përsipër kontrollin e burgjeve deri në momentin kur ne të jemi të pajisur siç duhet dhe të mendojmë se jemi në gjendje të financojmë operacionet e institucionit penal në mënyrë të duhur. Planet që janë formuluar deri sot kishin të gjitha datat e caktuara, të cilat është dashur që të ricaktohen për arsye mbi të cilat ne nuk kemi kontroll, përledhoj duke patur parasysh pamundësinë tonë për të zgjidhur këto. Kalojmë në fazën e vijim, këto çështje të ndryshme dhe kërkesa, departamenti nuk është në gjendje të jap një datë të caktuar për marrjen përsipër të ndonjë burgu derisa para kushtet të plotësohen. Pyetja ime e parë është: a ju kujtohet ndonjë gjë lidhur me këtë çështje apo që keni pranuar këtë memorandum? Përgjigje, nuk më kujtohet konkretisht memorandumi, por kam dieni për çështjen në përgjithësi. Pyetja, kishte ndonjë vështirësi në marrjen përsipër të kontrollit të burgjeve në Kosovë? Përgjigje po. Ka patur disa burgje, fillimisht. Nuk ishin të pajisuja mirë dhe nuk ishin personel njerëzor të mjaftueshëm. Dhe është dashur kohë që këto çështje të rregullohen. Faleminderit. Zoti Kryqëzikatës dorëzoi këto dokumente për të pranuar si provë. Përveç dokumentit DHT 055550 deri në DHT 0552 mund të jetë publik. Gjykatës ndonjë kundërshtim? Zoti që jo. Gjykatës DHT 055550 deri në 055552 pranohet dhe do jetë publik. Jepni një numër. Sekretari i gjykatës, faleminderit, numri do të jetë 12000419 dhe siç u përmend do të jetë publik. Faleminderit. Mishetis, faleminderit. Zoti sekretar, ju të shfaqni në ekran dokumentin DHT 055959 deri në DHT 055959. Mr. Everts, this is an OSC. Zoti Kobe, ky është një memorandum dërguar zotit Everts lidhur me një takim në Ferizaj midis LDK-s dhe UÇK-s. Kalojmë në fund. Këtu lexon si në vijim. LDK-ja është tankuar se është përjashtuar nga UÇK-ja, nga çdo lloj roli udhëheqje me 17 qershor. Është mbajtur një takim mes LDK-s dhe UÇK-s, për cilin LDK deklaroi që nuk kishte qenë produktiv. Me 22 qershor, ekipi i burimeve njerëzore u takua me presidentin e LDK-s në Ferizaj, në të cilin i kërkoi OSBE-s të organizonte një takim mes këtyre dy grupeve në përpjekje për të zgjidhur dallimet dhe mosmarrëveshjet e tyre. Kërkesa u miratuar nga OSBE-ja në takimin e caktuar me datën 2 gusht 1999.
Pastaj veprimet e ndërmarra, takimi vazhdoi sipas programit në orën 10 sot. Të pranishëm ishin UÇK-ja, LDK-ja, LBD-ja dhe individ të tjerë të interesuar. U bë shumë shpejt e qartë se problemi nuk ishte se UÇK-ja nuk do të komunikonte me LDK, por se bëhej fjalë se kush do të kontrollonte cilën komunë dhe kush do të ishte i pranishëm në takim. UÇK-ja mori thirrje LDK-s të ishte pjesë e udhëheqës së komunës, por u informua nga ata se ata nuk mund të ishin pjesë aktive e komunitetit pa konsultuar me komitetin politik. Now, were you aware, Mr. Covey, of any difficulties that the LD... Zoti Covey, da ishit në dini të ndonjë vështirësive që LDK-ja kishte në verë të 99-s, lidhur sa i takon pra aftësisë së tyre për të marrë vendime lidhur me pozicionet politike në Kosovë. Përgjigje si në termat e përgjithshëm ata ishin apo dukeshin pothuajse të paralizuar nga mungesa e rrugovës në vend, pra që nuk ishte aty, mosprania aty. Nuk jam ndjeni për nuk kam qenë aty kohë ndjeni për këtë problem konkret dhe me sa duket ose bëja përpiqje të trajtonte këtë vetë, ose të paktën që të krijonin lehtësira për adresimin e këtij problemi, por LDK-ja në përgjithësi kishte vështirësi, disa vështirësi në vetë organizim, për të organizuar. Shëtitës faleminderit, zoti kryetar, dorëzoj këtë këtë dokument për të pranuar në provë, DHT 05959 deri në DHT 05959. Ka ndonjë kundërshtim? Prokurorja po, dëshmitari nuk komentoi këtë dokument dhe me sa duket nuk i kujtohet kjo ngjarje. Mishetisht besoj që dha kontekst të problemeve në përgjithësi që ekzistonin në LDK sa i takon marrjes së vendimeve. Gjykatësi DHT 05959 deri në 05959 pranohet, kundërshtimi hidhet poshtë. Ky dokument ka relevancë të pakët, por megjithatë pranohet. Sekretari do të marrë numrin e provës materiale 1200420, aktualisht është i klasifikuar si konfidencial, mishetisht mund të jetë publik, gjykatësi bëjnë publik. Mishetisht, faleminderit zoti Covey, me kaq përfundova pyetjet e mia për juve. Gjykatësi, faleminderit zoti Dixon nuk kam pyetje. Gjykatësi zoti Roberts, kërkoj ndjes zoti Tolli, nuk kemi pyetje. Zoti Ellis nuk kemi pyetje. It appears I was wrong. Gjykatësi, me sa duket të kisha gabim. Por sot kemi përfunduar sepse duhet presim nesër që prokuroria të bëjë pyetje për shkaqe të brendshme. Pra ju falenderoj për pranimin tuaj sot. Uroj që të pushoni sot pasdite edhe në mbrëmje. Do t'ju takohemi sërish nesër në mëngjes në orën 9 dhe me shpresë të përfundoj me juve nesër. Dëshmitari faleminderit, gjykatësi në rregull, faleminderit për pranimin tuaj, mos bisedoni me askënd lidhur me këtë çështje jashtë sallës së gjyqjes. Dëshmitari faleminderit.